nuk kanë folë me mentit të komisionerët në stokën time të primare, së në shumë dakord me drejtorësin politik se sa kemi bërë do t'ime shkëllqyra. Ka kërë Partijës Demokratike nuk i kanë nërë me votua me testet partijës. Në një kohë kishin edhe emrat në listë. Edhe shpreja atine ka qenë në ka thënë Berisha. Ta një avë ka thënë të jo. S'kam pas identiteti. Një. E dita kam një vretje për zonën se tha atjere kini darë do në nësu. Po. Ju jeni kryetar grup seksioni apo e kam gabim? Mirë. Kryetar seksioni, urdhë. Jam shumë dakord edhe sikur të kishe hedhur në votë për momentin ose më thafën e kemi kërkuar vetë ta kemi drejtues politikalisht. Jam shumë dakord me ata. Po kam një vërejtje në drejtim të Manjola Lukut sepse që në 2021 ka marrë vota, nuk e ka analat të ritmin për të bëma pushat. Shiko kanë dalë disa tje për shemë, kanë qenë kandidat sa kanë humë dhe janë struk më në shpi e nuk i shofe më në shpi në gërën bile dhe kundra shofe dhe vetë. Unë kam një angazhim me që është dhe Osmani këtu që shpërmban në sukti e dhe në ishëm ma merë me dhe të arrisim atë kohë në pak vetë një vetë marë. Të lumët. Sepse kemi edhe Manjolin që nga ka në shtetë nërësit edhe është koha për ta një kontribut shumë të marë. Në falë një asë u shtetësova për të. Falënori shumë për çështje që ngritet. Tani kartë identiteti. Fadil. Ishte rregullesh. Po të garantoj që ata që nuk kanë lejuar të votojnë demokratët me dokument partie kanë bërë një gabim të madh. E kanë krahë, drejtuesi politik. Jo, po nuk është drejtues, është komisioner, nuk është tu. I kom thënë të kom Berisha edhe Fadil po. Duhet rregullisht dokument dhe kartë identiteti, s'kishin kartë identiteti. Komisionerja që ka ashtu, i kom thënë ishte herë të votorë. Kishte kartë. Kartë identitet. Pra nuk identifikon të gjishe personi për jo dhe të. Nuk ka votuar Fadil, një minutë. Fadil, një minutë. Tani t'jemi këtu. Tani, Fadil, një gjës, unë nuk i dalë zot. Jo, prit. Nuk i dalë zot, por të marrë një gjë bashkë. Unë nuk besoj se Oert Bylikbashi ka njohur personin dhe ka patur inate me të mos e lejoj të votoj në sukt. Ta thëmë në emnin se i kom thënë ishte dhe mund të marrë me. Ajo është Agim Berisha, i kom thënë është bjeni Berish së rujës dhe të... Asnjë me dokument... Prit. Nese, shiro. Në tërsi, porosia ka qenë e prerë. Por ama vetëm i gjë të them. Unë jam Sali Berisha dhe kam votuar me kartë identitetit. Bile me pasaport. I kam dorëzuar pasaportën komisionit për të respektuar atë kod. Kurse porosia e prerë ka qenë sigurisht që kartën e identitetit nuk mund ta heqim nga kriteret, sepse tani thash, unë vetë kam shkuar me pasaport dhe kam votuar duke treguar pasaportën. Po. Për sa i përket zonjës Manjola, unë mirë ke, s'ka shumë mirë po. Për sa i përket zonjës Manjola, që garantoj që ekziston ai respekt që ekziston në zonë dhe që kanë treguar zgjedhësit, ekziston në drejtimin e Partisë Demokratike të Durrësit dhe në drejtimin e Partisë Demokratike të Tiranës. Ajo është e vërtetë që thoni ju që ka marrë vota dhe nuk fut, ajo ka qenë një sistem i atill, por
që ne vlerësimi që kanë bërë demokratët është një vlerësim real dhe i vlerësuar edhe nga ne në mënyrë të padiskutueshme. Të falenderoj shumë për zotimin gjimore që bashkë me drejtuesin e ri të DEGS ta lartësonin rezultatin në atë zonë e cila është në tërësi një zonë që po të punohet krijojnë mbështetje edhe më të madhe dhe e rrisim mbështetjen. Tani unë ju kujtoj ju një gjë, kohrat ndryshojnë sigurisht. Po dolem në vitin 2005 edhe nga një opozit traumatike e gjatë si që janë por në Durrës ne morëm rezultatin historik më të shkëlqyer se në çdo vend tjetër në Shqipëri. Bravo, ju kujtova ta më thonë. Prandaj dhe kësaj here ne duhet të nxjerrim Durrësin madhështor. Dhe Durrësi madhështor është Durrësi i qytetarëve jashtë i çliruar nga bandat, nga frika e bandave dhe qeveritarëve, po kaq bandit që kacafytën çdo ditë e çdo natë njëri me tjetrin. Prit. Vazhdo. Që a e ka më në vazhdu, kështu që. Mirë, ta majnë. Kurdo. Edhe janë të lutem njëri pak zanë. Dashëm për të ftuar dhe kongresin në fund motorët dhe energjit për ta çuar Partinë Demokratike të Komunës tonë. Fillimisht doja komplimente për pjesën e zgjedhjes që është bërë, pra kemi pas një kryetar dinjitos që vendosi të respektoj statutin dhe vendosi që të garojë, kështu që kam respektin më të madh për Luanin, për punën që ka bërë deri tash. Nuk ka qenë punë e lehtë, do të themi vërtetën, sepse realisht kam kërcim maksimal për këtë pjesë. Gjithashtu dhe për zgjedhjet që janë bërë për Artin edhe për Osmanin, mendoj që kemi bërë zgjedhje të mira, sepse kemi zgjedhur njerëz dinjitos pushtar që kanë treguar gjithmonë që janë gati gjithmonë për Partinë Demokratike për të ftuar dhe për të punuar. U bën zgjedhje për sa i përket pjesës primarëve, unë mendoj që nga gara e primarëve nuk ka asnjë tungur. Unë mendoj që nuk ishte 37 ose 38 kandidat, por nuk ka qenë 30 postur kandidat, dinjitos, luftëtar që i kanë ngritur derën e emrin Partisë Demokratike, ato që ndoshta nuk janë kënaqur me rezultatin, ndoshta duhet punojnë më shumë, edhe ato që kanë dalë mirë, ndoshta duhet punojnë edhe më shumë, sepse politikë e mira s'ka punë dhe me ardhja është tonë, atë do vështrimin tim është e dyshim. Do ndesim personal, po mendoj që edhe shumë njerëz tjerë vlerësojnë luftën që keni bërë ju doktor, që ka qenë lufta pak për gjithë vitet e fundit për cilët që kaluat, dhe që është lufta e një individi që kur e di që ka të drejtë është i gatshëm të përballojë çdo pozicion që i del përpara. Dhe themi duke e rënë lufta e popullit shqiptar mendoj se ishte një luftë e humbur. Dhe ky është shembulli konkret që jo vetëm ju si sqaronin, por duhet të jetë shembull jetër për gjithë ne, dhe shembull për aktivitetin tonë politik. Ne sot jemi në opozitë, kemi më shumë se sa 10 vite në opozitë, jemi të bindur për çfarë kemi bërë gjithë këto vite dhe do vazhdojmë të qëndrojmë kësaj gjës tonë me bindje dhe do ta kryejmë brenda vetes tonë. Bindjen e thellë se po të vazhdojmë të qëndrojmë fort, të palëfundur, pavarësisht vështirësive që do hasin gjithë situatës politike që ka Shqipëria, derisa të arrijë të një rotacion, është mendoj që shembulli konkret ja po e kemi në takonet e tjera që kanë dhënë. Unë mendoj që në këto vite Patën vite të opozitës, unë nuk e di që është bërë kohën e pushtetit, unë 2013 nga fillu të aktivizohem,
mendoj që çështja kryesore që vund Partia Demokratike është çështja e meritokracisë. Kështu që në funksion të vendimeve që do merren tani, do kërkoja që të kishte ndjeshmëri maksimale. Të kishte një ndjeshmëri maksimale dhe të vlerësohet situata në mënyrë të vërtetë, pa vlerësuar se kush po ndërhyn, pa vlerësuar fraksione, pa vlerësuar kontakti këtij personi këtij, jo po ky ka vënë personal në kusht ka bërë, gjithçka duhet të jetë në funksion të Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha të jetës së personave që kanë kontribuar këtu. Unë ndoshta se kam dirë shumë sepse prej moshës, prej angazhime të tjera, po di shumë mirë që ka familjar, moshën 40, 50, 60 vjeçar, ndoshta edhe më të mëdhenj që kanë sakrifikuar jetën e tyre, kanë bërë zgjedhjen e tyre tek Partia Demokratike dhe ne nuk do t'i lëmë kur të zhgënjurën të mbajmë. Kështu që ju lutem vendimare që është në interesin e përbashkët, që është në të mirën e përbashkët, dhe unë kam dhe një bindje. Ne sot në përmjetja na sulmojnë Partia Demokratike, po fundet për hyrë në vend dytë e tjerë. Unë kam një bindje që në këtë vërtetë na kanë shtuar më shumë kolegët e pranishëm se vonë arrita në momente kanë pas dhe pesimizëm, se nuk ka pse ta fshirin, se është realiteti. Po kam një bindje që ne nuk mund të pranojmë vetes që të futemi për vend dytë. Kur ne do futemi gjithmonë për vend parë dhe mundësitë tash i kemi. Po varet nga sjellja që do bëni ju, edhe nga puna që do bëjmë ne. Arçon, ne u falëroj shumë ty për punën që ti bën vetë. Një aktivist i pamposhtur i Partisë Demokratike jeti. Edhe unë vlerësoj shumë kontributin që ke dhënë ti qoftë në drejtim të forumit rinor, qoftë dhe mbrapa. Tani ti marrim primare, se të flasim kështu njëri me tjetrin. Në vlerësimin tim janë absolutisht mjeti më i mirë, rruga më e mirë. Në kuptimin që në rast se do t'i bënte Sali Berisha nxyrë listat, po të garantoj që këto që ja dalin nga primaret janë shumë herë më të mira. I bindur thellësisht. Këtu natyrisht ky proces do përsoset. Çfarë duhet të kemi parasysh që çfarë është që është interesi i të gjithëve ne, sa jemi këtu. Interesi i të gjithëve ne është që aty të kemi njerëzit më përfaqësues, por gjithnjë të jemi derhapur për prurjet e reja. Pra, gjithnjë duhet majmë parasysh se në udhëtimin e kësaj partie dhe çdo force politike, fluksi i ri në këtë parti është i domosdoshëm. Në përcaktimin statutore, ne kemi dy norma. Kemi normën për zonjat, që është i domosdoshëm të respektohet, kemi normën për të rit, dhe që është e domosdoshëm të respektohet. Ndaj dhe na del dhe një normë tjetër mazhore, që është norma e aleatëve tanë, pa të cilën do të thënë, ne nuk kemi luksin që ta humbasim atë, sepse ajo është koalicioni me aleatët është i domosdoshëm, e them me bindjen më të thellë, është i domosdoshëm, sidomos në këtë sistem. Por në tërësi, harmonizimi i këtyre faktorëve do të jap produktin më përfaqësues dhe më të mirë, se do të kemi produkt përfaqësues. A është kjo forma ideale e primareve? Kjo forma naturale e primareve? Çau thamu ju në kuptimin që primarët i përdorin shumë, por që të gjithë kanë procesin e seleksionit. Kanë procesin e seleksionit. Jemi të hapur, sinqert, ne
nuk kemi ne që kemi shpikur primaret, jo ne i kemi marrë. Ka parti që kanë mbi një shekull që e përdorin. Primar në Europë, pa Shtetet Bashkuara vazhdimisht. Mirë po, koha që e tillë që ne nuk na dha mundësi që të estim drejt të strukturonim një proces të modeluar plotësisht dhe ecem në këtë formë. Në zgjedhje tjera, ne pa diskutim që do ta modelojmë procesin sipas praktikave më të avancuara të forcave politike me traditë, siç është Partia Konservatore e Britanisë së Madhe në Europë, të jemi realist, në shumë standarde demokratike, si forcë politike, në kuptimin që ajo është e vetmja forcë që në fakt kryetarin e zgjedhin deputetët. Po pse zgjedhin deputetët? Se deputetët kanë marrë votat e qytetarëve. Përfaqësojnë më shumë se antarësinë. Antarësia voton. Por është e vetmja. Henry? Kandidatët që dalin në finale votojnë nga antarësia. Po, në finale pastaj votojnë nga antarësia. Kështu që ne them që e kemi bërë një hap të madh përpara, them që e praktikuam ose bëm maksimumin për një praktikim sa më fair, sa më transparent, dhe besoj se Partisë Demokratike i takon që të vazhdoj me hapa tjera me përsosmërinë e këtij procesi. Falenderoj shumë edhe një herë. Është un probleme primare. Synimi me shpirtin është qesën shkuadrën më të mirë. Personalisht nuk kam asnjë interesi. Do ta artikuloj me dy fjalë. Një mik i dashur më ka thënë një shprehje indiane paracakuar sa teksa të mëkërin. Macja ku flet gjumë është luan. Kur çohet me gjumin në përgjirisa. Të lutem doktor, pari të 8 janarin ta kish parë së shpërndet. Tani, unë çfarë u them ju? Në proceset politike, natyrisht ka zhvillime të shumta. Por objektivi kryesor nuk duhet harruar kurrë. Dhe në qoftë se i përmbahesh objektivit kryesor, atëherë duhet bësh gjithçka për një front sa më të gjerë. Do të them një gjë. Jo pak më mundon thellë mua një çështje. Se nuk realizohet sa duhet që Shqipëria është një diktaturë. Dhe vërteta është që kjo është një diktaturë nga më të këqijat që ekziston. Sigurisht ky regjim nuk ka ligjet e varjes apo ligjet e pushkatimit, nuk i ka. Por me ligjet, pa patur ligje, duke patur ligjet kundërta, Edi Rama urdhron të godasin në mënyrë brutale një ish aleatin e tij për 20 e sa vite, 4-5 vite ka qenë me ne dhe kohën tjetër ka qenë me të, në rrugë, ish president Republike, ish kryeministër, ish kryetar parlamenti. Dhe t'ja u them këtu, ka karakterin pervers që u thot tjerve e bëra unë. Doja ta bëja atë.
Unë doja ta poshtroja, doja ta torturoja, doja ta terrorizoja. Në fakt do të terrorizonte qytetarët e Shqipërisë ai mete. Në këtë aspekt diktaturat kërkojnë fronte të gjëra. Duhet jemi shumë realist. Ato përmbysen me fronte të gjëra. Ndaj edhe ne, edhe këto 2 muaj, do bëjmë gjithë çka për frontin më të gjerë të mundshëm kundër këtij regjimi. Po unë ju them ju, nuk i shihni ju këto partitë e sapo krijuara, ju kam thënë fjalë të gjithave aty. Hajde bashkohuni me ne, pavarësisht. Nuk e doni salibrisht, s'prish punë fare. Hajde urdhroni, bashkohemi se ju duhet jeni kundër Edi Ramës. Duhet jeni kundër kësaj zbrazit Shqipërisë që po ndodh sikur ç'të thosh s'mund të ndodh kurrë më tapë. Pra urdhroni një bashkim ta kryejmë këtë mision. Mirë po. Dhe moton tjetër. Ai që ndihet opozitar, të ndihesh opozitar nuk do thotë ndihesh me Sali Berishën. Por të jesh opozitar do thotë ndihesh kundër Edi Ramës. Kjo po. Kundër kësaj të keqe shumë të madhe. Këtij regjimi të pamëshirë ndaj shqiptarëve. Shikoni miq, Enver Hoxha i varfroi edhe i strapacosi i raskapiti shqiptar se 35% buxhetit e fuste në bunker. Ky e vjedh 35% buxhetit të zotëri. Ky e vjedh me shifra, me fakte, me dhëna. Duhet dini që ky me ndryshimet që ka bërë në ligjin e korporatës së investimeve absolutisht konfiskon çdo kilometër tok, çdo metër katror tok nga Velipoja në Kep Plestil se në gjithë Shqipërinë. S'ka të ndalur ky don miliardier. Do të shoh veten miliardier si Al-Arabari, si të tjerë. Dhe në këtë kontekst, bashkimi më i gjerë i mundshëm është akti më i përgjegjshëm që mund të bëjë. Tek çdo dursak duhet shkoni, tek çdo shqiptar duhet të trokasim. Ky do ikë. Do ikë, i ka bërë të këqija të mëdha këtij vendi dhe për to do përgjigjet edhe në Shqipëri, edhe në Shtetet Bashkuara. E ka aty dosjen e ka të hapur. Absolutisht në aktin e parë sa po të kërkohet do ekstradohet. E tjerë. Pa tjetër, urdhë. Se këpatëm gjanë për me folë, po për që foli pas qëndërsari janë libër, dhe do mi thonë të tjerë. Unë qëndrim im personalisht, 2021 dhe qënë haptas kundër jush, kam të Sali Berishë në shëllimin e vetë e ka për hatët e vetë për shqiptarë. Kam qatë dhe kundër barë, se 8 vjetë në marrin në pozitë. Të shi rrugës ju më ndryshu mendimin tu. Tjetër kanë shumë në këtu. Po si ndryshu mendimin, dhe se kanë ndryshu mendimin shumë demokratët e kësaj kohë. Të shi o libër, o ti pranojmë të ballë që të bash, ose po rrim ashtu dhe zemramë. Doktor Desha ta them kësë që ta ngjoni dhe personalisht. Ose të rrim gjithë bashkë ose zemramë. Bravo. Të rrim të gjithë bashkë. Në zgjedhjet o kam qenë për bashkimin dhe jam për bashkimin unë, ose është asnjë tjetër, se aty të blokut aty në zgjedhjet e 14 majit i kam hyrë zyrë me Fatmir Merkoqin me i kërku bashkimin e Partisë Demokratike dhe Demokratës. Është e vërtet, doktor? Shumë e vërtet. Se shpo pompoze. Lira me dani këtu ka aderu me shpirt dhe jo për interesa. Por, të lutem, astërimi është po t'ju. Unë doktorit desha me dhoni sinjali që më vulgar. Tani, ajo çfarë kemi ne. Doktorit temperamentin më njeh. Unë du të në fushat diktere Eston gramos 2 prillit që thot pushteti merret me grikën e pushkës dhe lëshohet me grikën e pushkës. Për me doktor. Edhe një gjë miq, ne do ja them njëri tjetrit haptas gjërat. Kjo duhet
kur, ja, me duket se, nuk e di këtu ose diku, kur nuk do të pranojmë të rrim në atë parti ku stemi do të mendimet haptas. Ta kemi shumë të qartë këte. Përshëndes. Unë do kisha vetëm një sugjerim të vogël, që këtë herë të më dënë mas një qeverisje shumë të keqe këtë 12 vite. Ky është qyteti që fund pasur masë më të madhe edhe se Tirana. Gjejmë një modul t'i kthehemi asaj kohës vjetë që boshën fushat për Partinë Demokratike dhe Sali Berisha. Jam dakord që emra do dalin, do jenë përfaqësues. Absolutisht do lëbojmë për emrin e vet, po mbi të gjitha duhet jetë Partia Demokratike mas pikë kalvare që ka kaluar dhe Sali Berisha në krye. Do të thotë që të gjithë ne duhet dalim të kërkojmë votë për Partinë Demokratike të parë. Kemi shumë kohë që nuk e bëjmë. Do ta bëjmë këtë herë sepse ne na kemi para shumë viteve kur e përdoshim këtë mënyrë. Domethënë ky është një modul i thjeshtë, mund ta krijojmë gjithë, bim gjithë dakord. Nuk dalim për të emra, se emrat do jenë përfaqësues jam i sigurt. Emri do kërkoj votë personale, se shkret normali do kërkoj votë, do lëboj për veten. Por Partia Demokratike me Sali Berishën për mua duhet të jetë moduli që në këto zgjedhje, se kemi kohë shkurtër, ne të hyjmë në këtë mënyrë. Gjithsesi duke suportuar dhe miq tanë që do jenë kandidatë të gjitha, por unë mendoj që kjo do të jetë kryesore. Është një sugjerim i vogël që mas e vlen. Edhe mendoj që me kaq ta mbyllim se u sqaruam me gjitha të Faleminderit Ilir dhe sugjerimi yt është i drejtë, por gjithmonë të majmë parasysh një faktor që Edi Rama e ka bërë këtë sistem siç ka dashur. Të themi atë që është, më thapë. Ai ka bërë ka përcaktuar një sistem në të cilin nuk ka menuar asgjë tjetër vetëm se si të deformoj dhe të bëjë çdo deformim për të qëndruar në pushtet. Por kësaj here e vërteta është që ai do largohet. Edhe do largohet dhe do ketë një, e thashun edhe nuk po ja u them këtu, që një audit i përgjithshëm, si ai që po bëhet në Shtetet Bashkuara, do krijohet. Jo, do krijohet. Nuk mundet kur të vazhdojmë pa bërë një audit të përgjithshëm, sepse u larguan vetëm në 10 vite 1.090.000 shqiptar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian. U larguan 45% e shqiptarëve. U larguan vetëm nga papunësia dhe varfëria. U larguan nga papunësia. U larguan sepse këta kanë vjedhë në mënyrën të mërshme, këta ndajnë pasurinë publike njëri me tjetrin. Po t'i lash pensionistët, mormi që edhe një ditë kam diskutuar me ju, këtu kam qenë. T'i japish pensionistit ti në vitin ati që në vitin 2013 mirëte 123.000 lek pensionin dhe të marrë tani gjithsejt 160.000 apo 170.000 lek mas 12 vitesh që inflacioni është 40% i ushqimeve bazë, ti ke kryer një krim të shëmtuar. Në një kohë kur Malazezi që kishte pensionin më të ulët në vitin 2013 merr sot 450 euro pensionin në muaj. Pensionin minimal. Në një kohë që Serbia merr 400 sa euro pensionin në muaj. Maqedonia si merr 380 euro pensionin në muaj. Kosovari merr 190 euro pensionin në muaj. Pra, janë bërë politikat shnjërzore për të cilat janë grabit, për të cilat do bëhen përgjegjës. Kësaj herë ata do bëhen përgjegjës. Do bëhet një audit i përgjithshëm. Janë, që ta dinë të gjithë, në total ka patur 65 miliard euro në 12 vite Shqipëria. Buxhet shteti 65 miliard euro. Kanë kushtuar rrogat gjithsejt maksimumi 8 miliard. Tjerat do gjinen. Do jetohen dhe do gjinen. Kanë kushtuar plakat, si u thash dhe njerë, nuk mohoj plakat unë. Po të thosh kam shtruar plakat 2.3 miliard euro, që absolutisht nuk shkojnë më shumë se 300 milion në të gjitha variantet po t'ja u bësh, po që ke vjedh 2 miliard e tjerë më radhë. Kështu që
të mobilizohemi një herë dhe u falenderoj shumë. Marë pushtetin, në këtë pushtet e duhet dhe më të shmërisht të bëjemi dy, nga një person në dy, jo më në këtë moment jemi primare të bëjmë pjesën e vetë, dhe që ndohë, nga duhet një punë triple për ta fituar. Ndryshe, ponde e një, edhe fillu ma vitet e kafeve, si që i bëhen vërdal, gjithë kursin, ne s'kemi për ta fitu në herë. Duhet të refishi punës. Duhet të refishi punës. Duhet të refishi punës në mëstrim. Faleminderit shumë drejt ke. Shumë e drejt ke. Shumë fishojmë punën, shumë fishojmë energjitë, përpjekjet. Fitoren e kemi absolutisht në dorë tona nëse duam ta marrim atë. Por mund të jesh dhe punë. Falenderoj. Ju falenderoj shumë.